Shqipëria vijon të renditjes ndër vendet me risk të lartë për pastrimin e parave, ku ndërtimi mbetet fusha më e preferuar për të kanalizuar fondet me origjinë të dyshimt. Departamenti Amerikan i Shtetit ka ngritur vazhdimisht alarmin për këtë çështje, ndërsa konfirmimi më i fundit vjen nga Agjencia e Inteligjencës Financiare, e cila në raportin vjetor për vitin 2024 ka evidentuar 234 raste të ndryshuara për pastrim parash. Raporti që tashmë është shpërndar në institucionet përkatëse tregon se shumica e këtyre rasteve janë referuar në strukturat më të larta të drejtësisë, përfshirë SPAK dhe Byron Kombëtare të Hetimit. Një pjesë tjetër është adresuar në Prokurorinë e Jurisdiksionit të Përgjithshëm dhe Drejtorinë e Policisë së Shtetit, si organ kryesor për hetimin financiar. Në këtë raport përmendet se janë dërguar gjithashtu 25 raste në Drejtorinë e Tatimeve për indicie të qarta mbi evasionin fiskal, fshehje të ardhurave apo shkelje të tjera të ligjit tatimor. Në rastet e përfshira bien në sy edhe emra të njohur nga bota e drejtësisë, përfshirë ish zyrtar të lartë, për të cilin janë ngritur dyshime të forta për përfshirje në skema të pastrimit të parave. Ky fakt ka rritur edhe më shumë shqetësimin publik, pasi ndikon drejt për drejt në besimin ndaj institucioneve të drejtësisë që duhet të jenë në balë të luftës kundër korrupsionit dhe kriminalitetit financiar. Raporti i AIF nuk ndalet vetëm në rastet konkrete, por zbulon edhe metoda të sofistikuara që përdoren për të fshehur origjinën e fondeve. Transferat të dyshimta, shpesh të pambështetura nga dokumentacione zyrtare, investime në pasuri të paluajtshme me burime të panjohura, blerje të pasurive luksoze si automjete të shtrenjta apo bizhuteri në emër të personave me të ardhura modeste, janë vetëm disa nga skemat e përdorura për të futur paratë e pista në ekonomi. Po ashtu, janë konstatuar disa rritje të pashpjegueshme të kapitalit të bizneseve të ndryshme, blerje aksionesh me çmime që nuk përputhen me vlerën reale të shoqërive, dhurime apo huadhënie mes palëve, pa lidhje të qarta logjike apo financiare, si dhe përdorimi i personave të tretë për të kryer transaksione me qëllim fshehjen e gjurmëve të vërteta financiare. Një pjesë e këtyre informacioneve është ndarë dhe në shërbimin informativ shtetëror për shkak të natyrës së ndjeshme të rasteve dhe implikimeve të mundshme në veprimtari të tjera kriminale. Sipas burimeve, janë referuar 116 raste të dyshuara që përkojnë me interesa të përbashkëta midis AIF dhe SHISH. E gjithë kjo tablo dëshmon se pastrimi i parave në Shqipëri nuk është thjesht një problem ekonomik, por një sfidë që përfshin drejtësinë, politikat fiskale, sigurinë dhe besimin e qytetarëve ndaj shtetit. Kur vetë institucionet që duhet të garantojnë rendin dhe ligjin implikohen, ose nuk arrin të kontrollojnë dot rrjetet që manipulojnë fondet e krimit, atëherë pasojat janë shumë më të thella se sa thjesht humbja e disa milionë eurove. Është në rrezik vetë funksionimi i shtetit ligjor.